E të dashur miq, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me bashkëbiseduesin e ftuar për ditën e sotshme dhe është një temë mjaft interesante sepse ditë më parë është hapur një vend shumë i veçantë, një vend shumë i bukur për artin dhe komunitetin. E këtu në studio me mua së bashku do të jetë Valmir Aziri, i cili ditë më parë hapi një shitore, një objekt, nuk di si ta titulloj, por ai do të na tregojë edhe më bukur se çka përmban brenda në të, e cila quhet Art House Valmiri. Nëse nuk jam gabim, e ftojmë Valmirin në studio dhe flasim për më tepër rreth këtij vendi të mrekullueshëm që kemi pas nevojë. Faleminderit. Fillimisht urime dhe suksese për këtë objekt, shitore, hapësirë, galeri. Okej, galeri. Shumë e bukur për këtë galeri që me të vërtet ka pas nevojë për një gjë të tillë. Shpresojmë që të gjithë të jemi të këtij mendimit që kemi bërë një punë të mirë dhe kjo është një simbolik e cila gjithësisht një gjë që i ka mungu artit, një adresë të cilën e kemi krijuar për të gjithë ne artistët dhe besoj që kjo do reflektoj edhe kundrejt kërkesës në rritje për konsumim në thojza të artit dhe kjo adresë, kjo galeri e vogël, por të kisha thonë fisnike në përmbajtjet e saj me veprat e artit që ka të plot artistëve shqiptar, do jetë një vend ku do të bëjë artdashësit dhe ata të cilët do duan që të kenë një vepër arti në shtëpitë e tyre, në hapësirat e tyre. Patjetër, po më tregoj si lindi ideja për Art House Valmiri? Ideja për Art House ka qenë e kamotshme në kuptimin e saj si një mungesë që kemi pasur ne si artist, pasi që kur bëjmë ekspozitat tona, si zakonisht jemi të limituar në kontekst kohor në galerit, gjithësisht në institucionet që ka krijuar shteti, pasi që mirëfilli dihet që punimet tona mund të qëndrojnë një javë, 2 javë, maksimumi 1 muaj në një galeri arti, dhe pastaj ato lëvizin për aty dhe zhvendosen në për bodrumet e shtëpive tona ose të atelieve tona dhe një farforme ngelin të pa aksesueshme për publikun e gjerë. Dhe në këtë formë, une gati ka një vit që kam studiuar pak terrenin, kam bërë disa eksperimente duke ekspozuar veprat e mia në për lokale të ndryshme në qytetin e Tetovës, por edhe të Shkupit dhe të Gosivarit, për të marrë një lloj feedbacku dhe në fund të ditës të gjitha të dhënat rezultonin se hapje një galerie private, ku do të bëj vepra të artit të mediumeve të ndryshme, si që janë të pikturës, skulpturës, grafikës, fotografisë, instalacioneve të ndryshme, do të ishte më e mirëseardhur për qytetarët, për të gjithë artdashësit të cilët kanë nevojë të kenë një adresë fikse, për të gjithë ata të cilët një ditë do të kenë nevojë për një vepër arti të kenë në hapësirat e tyre. Më trego cili ka qenë, ose çka ju frymëzoi për të krijuar një hapësirë të tillë për artin? Është pra në vazhdimsinë asaj që thash, është nevoja e kamotshme e neve artistëve që të kemi pra një adresë. Cila është arsyeja që nuk kemi një adresë të tillë? Arsyet janë të disa llojshme. Ne si shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut fillimisht kemi qenë të cunguar dhe të diskriminuar në qasjen tonë drejt institucioneve. Kemi qenë çdo gjë që kemi bërë në këtë vend kemi bërë në duke sakrifikuar dhe është një absurditet i llojit të vet, pra një kërkesë e një populli për të arsimuar, për të edukuar, për të ngrit pra nivelin e civilizimit të vet, ka hasur në rezistencë të paimagjinueshme nga palë tjetër dhe me vetë faktin që kur kemi hapur universitetet tona jemi dashur që t'i paguajmë me viktima ato universitetet, të kemi pra dëshmor për në hapjen e universiteteve. Pra ajo periudhë 25 vjeçare, 30 vjeçare të shqiptarëve të Maqedonisë, pra periudha e fundit ka pasur një evolim rapid, do kisha thonë. Jemi më shumë prezent në institucione, jemi më shumë prezent në aparatin shtetëror, më kemi 3 universitete të cilët prodhojnë kuadro dhe prodhojnë kapacitete të cilët udhëheqin me këto institucione dhe viteve të fundit kemi arritur që edhe të rumbullaksojmë institucionalizimin e kulturës shqiptare. Nuk do të haruar fakti që vetëm para 2 dekadave neve kemi qenë të detyruar që 80%, 90% të aktiviteteve tona kulturore t'i bëjmë në për
shtëpijat tona në për odat e burrave, siç i quanim më herët, dhe sot studentët shqiptar, artistët shqiptar kanë plot institucione ku mund të shprehin krijimtarinë e tyre, dhe sot studentët shqiptar kanë një lloj qartësie, një lloj parashikueshmërie në ardhmërinë e tyre, se nëse sot futen të studiojnë artin figurativ, nesër do mund të punësohen në galeritë të ndryshme dhe do mund të ekspozojnë punimet e tyre në galeritë të ndryshme, ose artistë të artit dramatik të cilët fillojnë studimet e tyre dinë se nesër do të mund të luajnë në skenat e teatrove, siç janë ai teatri shqiptar, teatri Kumanovës, teatri shqiptar, teatri Tetovës gjithsesi dhe ai festivalit. Pra janë krijuar institucionet brenda kohës, jemi rritur dhe jemi ngritur në formë në kontekst institucional si etnikum shqiptar, dhe kjo galeri pra është si rezultat, si rrëdhoi gjithë këtij rrugtimi të kulturës shqiptare, dhe unë nuk besoj që do jetë galeria e parë që do hapet dhe e fundit, besoj që do ketë edhe tentime tjera, edhe shpresoj që të jenë të suksesshme, dhe po gjithë kjo në fund të ditës do të shifet puna jonë se si do të jetë vis-a-vis kërkesës së konsumatorit në fund të ditës, dhe e kemi diskutuar edhe me kolegë, edhe me profesorët, kolegët e mi pra në Universitetin e Tetovës, se si do jetë reagimi, pasi kemi një lloj skepticizmi që shoqëria jonë shqiptare ende nuk ka krijuar atë ndjesinë dhe për të konsumuar pra artin akademik, nëse mund kështu të shprehem. Mirë po, unë jam çdo herë i tharë asaj që ne duhet të ofrojmë më të mirën tonë, pastaj të lëmë të shohim se si do pëlqehet në popullat gjithësisht. Ashtu thënë. Kjo. Më tregot cilat janë pritshmëritë e juaja? Pritshmëritë e mia, si zakonisht jam në natyrë goxha optimist, pra unë çdo herë shoh gotën gjysmë të mbushur, jo gjysmë të zbrazur, dhe shpresoj që kjo adresë e cila është krijuar, ky kënd i artistëve, kjo galeri e vogël në qytetin e Tetovës, në një prej lagjeve më të vjetra të qytetit është, dhe besoj që do reflektoj mirë, dhe nëse edhe publiku do e perceptoj si tillë, atëherë do na rritet edhe nevoja për të bënë një hap më shumë rreth asaj për tu plotësuar pritshmëritë, pra nëse mund të shprehem konsumatorëve, pra publiku i cili don të konsumojë artin. Si do të ndihmoj, si mendoj që do të ndihmoj Art House Valmire në zhvillimin e komunitetit artistik lokal? Është e kem bile në hapjen që ndodhi dje, kam pasur një numër të madh studentësh, të cilët më përgëzuan për këtë nisëm. Një farë kjo do të jetë edhe një lloj përkraje për gjithë ato studentë të cilët në një farë forme jo si janë të refuzuar, por shkaku i konkurrencës së madhe nuk do mund të futen të ekspozojnë punimet e tyre në galeri të ndryshme. Ky kënd është edhe një lloj playgroundi, do kisha thënë, ku mund ato të vinë dhe të bëjnë ekspozitat e tyre. Është motivuese. Detyrimisht. Dhe unë do të jem njëri për krahasve më të mëdhej për studentët e mi, por edhe për studentë tjerë të cilët do të tentojnë të bëjnë ekspozita duke qenë ende pjesë e jetës studentore. Po më trego sa keni ndonjë filozofi ose vizion që e udhëheq këtë iniciativë? Tash, ne të gjithë pretendojmë bëjmë diçka më mirë për shoqërinë tonë, dhe kjo ka qenë edhe qasja ime që të ofrojmë diçka të re në tregun e asaj që mund të themi tregu i veprimtarisë artistike. Shpresoj që kjo galeri të krijojë një efekt zinxhiror në botën e artit tek ne, dhe që jo vetëm në qytetin e Tetovës, por të hapen edhe në qytetin e Shkupit dhe në qytete tjera, në ato vende ku mund të konsumohet arti figurativ, dhe në kontekst asaj që të gjejmë një publik besnik ndaj artit të cilët ne krijojmë. Kjo është filozofia ime, që çdo herë duhet me bërë ne hapin e parë, pastaj të presim feedbackun ose reakcionin që do marrim nga publiku.
Dhe cilët artistë mund të jenë pjesë e kësaj galerie? Të gjithë, pa pasur... Që t'jepi të qartë për gjithë ata cilët ndoshta nuk e di. Të gjithë ata të cilët kanë një vepër arti, kanë kriju, janë të mirëseardhur në galerinë time dhe shpresoj që të bashkëpunojmë. Për momentin në galeri janë të ekspozuar vepra të mbi 20 artistëve vendas, duke filluar nga qyteti Kumanovës deri në qytetin e Strugës, po i përmendi qytetet që mos përmendi emrat se do harrojnë ndonjërin, pastaj do kemi edhe keq kuptime, por janë veprat e artistëve më në nam që kemi si shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pra duke filluar nga piktura, skulptura, dizajni grafik, fotografia, grafika digjitale, installacione të ndryshme, pra janë të gjitha. Keni hapësirë mjaftueshëm? Hapësira është parafërsisht 30 metra katror hapësire e brendshme e galerisë, mirë po para hapësires e galerisë kemi një pedonale, parafërsisht 50 metra katror, dhe aty pra do zhvillohen edhe aktivitetet kulturore, edhe ekspozitat e ndryshme, workshopet të ndryshme që do organizojmë me studentë dhe me artistë. Dhe atë desha të të pyes, a keni menduar që të bëni organizime? A keni ndonjë program? Po, për ishte se vërtetës nga ditë e shtunë do fillojmë me një lloj podcasti kulturor. Okej, do të me njëherë. Po, i cili do zhvillohet brenda galerisë, do trajtojmë temat e një bashkëbisedimit të brendshëm mua si udhëheqës të atij podcasti dhe artistëve të cilët do vinë dhe do i qajmë hallet njëri tjetrit, dhe duke që hallet me njëri tjetrin do informojmë edhe publikun për sfidat, për gjitha ato peripeci të cilët ballafaqohemi ne si artist vis-a-vis asaj që është pra refleksion shoqëror. Dhe gjithë kjo pra edhe workshopet e ndryshme, edhe ekspozitat e ndryshme, kolonitë artistike të cilët planifikojmë të ardhmen të realizojmë, do jenë pjesë e këtij spektri të aktiviteteve të cilët ne mendojmë që në të ardhmen duhet t'i realizojmë si galeri. Okej. A planifikoni bashkëpunime me shkolla, institucione? Detyrimisht, neve shpresojmë që të jemi pjesë edhe atyre ekipeve të cilët bëjnë guide tour nëpër qytetin e Tetovës, dhe të vinë, pasi që është një prej lagjeve më të vjetra, të vinë dhe sjellin edhe turistë nga jashtë. Dhe një prej pikave të referimit tjetë edhe galeria jonë, ku të vinë turistë nga jashtë të shijojnë pra dhe të blejnë, pse jo, edhe veprat të artit të cilët janë pjesa e galeria. Lokacioni ka ndonjë arsye për zgjedhja e galerisë pikërisht në një prej... Ka dy arsye, njëra është ekonomike, e dyta është aspekti praktik, pra edhe pra është vend ideal për një galeri, pasi është jem të thonë disa herë si pjesë e vjetër e qytetit. Po e tha edhe para kamerave, prandaj po të duket që shumë herë. Para shikuesve nuk e thënë shumë. Mirë, po aty është edhe shtëpia ime, janë hapësirat e mia private, pra në kontekst ekonomik nuk kemi nevojë me paguajt ekstra një qira, por është pjesë e ajo lagje është pjesë e historisë së qytetit të Tetovës, dhe ishte shumë normale që aty edhe të vendoset galeria e parë private. Në më thënë, në atë lagje ku ka shitore, gjërat të ndryshme, të ketë edhe një galeri, ka munguar? Lagja gam më shumë njifet si lagja e butiqeve në qytetin e Tetovës, është një mini bit pazar, do kisha thonë kështu. Historikisht aty, do më thonë, ka qenë lagje që ka lidhur malsin me qendrën e qytetit, me pazarin e qytetit, ish pazarin e vjetër. Dhe gjatë muajve të verës aty, do më thonë, pëson një transformim të plot e lagje, shkaku i ardhjes në numrit të madh të mërgjimtarve, dhe ajo lagje aty shndrohet një lloj shëtitore, pra ditë e natë që nuk pushon së lëvizuri, dhe mendoj që edhe kjo do ketë një lloj impakti në kontekst të asaj, për që të kemi më shumë vizitorë si galeri gjatë ditës, po edhe gjatë orëve të mbrëmjes. Po, ka disa ditë që është hapur kjo galeri, më trego si ishte reagimi i publikut, i rrethit? Unë u befasova me numrin që u paraqiten në hapjet e galerisë, tregoj drejtën, kam bërë një ftesë publike në rrjetet sociale, ndërsa në mbrëmje kishim afërsisht mbi 100 vetë, edhe pse patëm një shi të rëmbyeshëm mu në atë kohë që ne planifikonim bënim hapjen, mirë po të gjithë familjar, miq, student, koleg, pra më treguan që
ende kam një lloj respekti në mesin e kolegëve dhe i falenderoj publikisht për angazhimin e tyre, për kohën e tyre që kanë dhënë, për respektin që më kanë bërë. Mirë po kjo, thash, është e gjitha kjo do duhet të përkthehet në vizita dhe në vepra të cilat ne do të shohim se si brenda 3 deri në 4 muaj do të arrim të shesim, dhe çdo shitje një vepre do jetë një sinjal plus, një impuls pozitiv për artistët të cilët krijojnë. Dhe unë mendoj që duke ble një vepër arti, nuk është patjetër nga galeria ime, nga çdo artist i cili krijon, nga çdo freelancer i cili ekziston në Republikën e Maqedonisë së Veriut që krijon vepër arti, neve duke ble një vepër arti e ndihmojmë një koleg tonin, i fisnikrojmë hapësirat tona publike, private, shtëpiat tona, murna tonë, pra duhet të kenë nga një vepër arti, kështu që ndihmojmë edhe komunitetin artistik, po edhe ndihmojmë edhe veten dhe bëhemi kështu një lloj simbioze e cila e ndihmon njëra tjetrën. Definitivisht, po më trego, a ka pasur ndonjë moment apo koment që ju ka prekur gjatë hapjes? Jo, është mu më pengon shumë ai aspekti i hezitimit mes kolegëve që ekziston, se hezitimit? Në aspekt asaj që ende nuk është koha ndoshta jo momenti dur për të hapë një galeri private, pasi që ende nuk jemi predominon ideja që ende nuk jemi në atë stadin që ne si shoqëri ende, domethënë, nuk jemi në atë stadin që mund të konsumojmë art dhe të gjithsesi do mungojnë klientët për të ble vepra arti, që unë besoj që nuk është e vërtet. Gjithat që thash më herët, pra ne si shoqëri shqiptare kemi evoluar shumë dhe shpresoj që unë të jem në të drejtë dhe të shohim se si do jetë reagimi nga ana e publikut. Cilat janë planet në të ardhmen se i përket kësaj galerie? Shpresojmë që kjo galeri të punojë mirë dhe që ne të zgjerohemi në veprimtarinë tonë dhe pse jo gjitha ajo pjesë aty që është të shndrohet në një kënd kulturor atraktiv, vibrant për rinin tetovare, për publikun tetovar, para së gjithës, pastaj edhe të reflektojmë edhe më gjerë. Dhe krejt, për në fund mund të na tregosh se si mund të bëhen pjesë e kësaj galerie, ata të cilët janë të interesuar? Të gjithë artistët të cilët duan që t'i ekspozojnë veprat e tyre, që duan të shesin veprat e tyre, lirisht mund të më kontaktojnë personalisht në rrjetet sociale, në Facebook, në TikTok, Instagram, whatever, mënyrën se si ato të zgjedhin, dhe numri im është i qasshëm edhe në faqen time të Facebookut, mund të vinë direkt në galeri, dhe të ofrojnë veprat e tyre, të bëjmë një marrëveshje gentlemane, një kontratë dhe pastaj të ekspozojmë veprat e tyre. Është shumë e lehtë? Shumë e lehtë, po nuk kemi mjafton vetëm të jetë interesi i përbashkët. Po, nuk kemi pengesa më askënd të bashkëpunojmë, pa marrë parasysh jo vetëm të artistëve shqiptar të vendit, por edhe nga jashtë, por jo vetëm edhe artistë shqiptar, por edhe atyre Maqedon, pa marrë parasysh nacionaliteti. Ideja është që ne nëpërmjet artit të flasim dhe nëpërmjet veprave artistike të shprehim atë çfarë ndjejmë si emocion dhe si sentiment si artist. Baltmir Aziri, ishte kënaqësi që të kisha në studio dhe që biseduam se përket hapjes së kësaj galerie. Unë ju uroj suksese dhe shpresoj të takohemi ndonjëherë dhe të flasim për zgjerimin e kësaj galerie. Shumë faleminderit Simra për kohën, për mundësinë që më keni dhënë që të promovojmë këtë momentum. Ju ftoj që të vini të bleni një vepër arti. Patjetër, me kënaqësi më të madhe. Do t'ju bëjmë një lirim. Para kamerave, domethënë kjo është. Po, patjetër, dhe do ishte mirë që të vini edhe të na ndihmoni dhe të hece kjo punë e kësaj galerie. Patjetër. Besoni, nuk është çështje private, më spaku e kam për përfitime personale, është një momentum të cilën ne mendojmë se si shoqëri kemi arritur dhe pse edhe ne mos të funksionojmë si shoqëritë evropiane, të cilët sipas disa statistikave, 80% deri 90% e galerive janë private dhe ata janë ata të cilët krijojnë edhe narrativin e artit dhe trendet e artit në një shoqëri. Edhe mendoj është me të vërtet një formë e jashtëzakonshme për gjithë artistët, sa qëndrojnë, siç e përmendë edhe pak më herët, ato punimet e tyre nëpër podrumet e shtëpisë ose nëpër dhoma të mbyllura, kështu të jenë me një hapësirë të hapun, të cilat do të ekspozohen dhe të gjithë ata të interesuarit mundet ajo vepër arti në atë moment ta shoh syri dhe ta marrë.
Është pra, nëse ne i mbajmë veprat e artit në për budrumet tona, në për shtëpit tona, ato do ngelin pra të pa para nga publiku dhe si zakonisht nëse diçka ti nuk di se ekziston, pra është e paqashme dhe kështu që unë i kisha ftuar, i kisha inkurajuar të gjithë kolegët e mi që të bëjnë një hap përpara dhe të ekspozojnë veprat e tyre, pa marrë parasysh në cilën galeri, në cilën vend duhet të krijojmë kulturën e asaj që të ekspozojmë sa më shumë vepra arti. Definitivisht. Faleminderit shumë edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës në studio. Ne tani do të shkëputemi për disa minuta, do të rikthehemi sërish në studio.